10 banorëve aktual të shtëpisë, plus Bolit, se edhe atë e kemi aty. Ju lutem më mundsoni lidhjen. Mirë mbrëma yje! Mirë mbrëma, mirë mbrëma! Nisim një tjetër episod të Big Brother, të bukur duke një sot, ca vajza me deri në fund të këmbëve si Juela dhe Greta, ca të tjera me pak më të shkurtra, Selina, Selin, ulemi, reatohemi, do e nis me më të rinë të shtëpisë, me Alesion, Markon dhe Luizin, edhe pse Luizi tani është rregjul lëkura, hera e dytë, kam përshtypjen nuk ka dhe shumë, më do ta pyes. Alesio, po e nis me ty. Si kanë qenë këto 72 orë? Kanë qenë interesante. Vetëm më rregullo pak mikrofonin se nuk e di ku ka. Më fal. Okej. Kanë qenë, më dëgjon tani? Tani po, fort dhe pastër. Kanë qenë interesante sepse pra atë parë ishte edhe çik i lodhur, po mora çik forcë dhe vazhdova duke njohur banor një nga një, kështu që arrita, gati po thuaj. Por ja kam kaluar mirë dhe shpresoj që edhe këta të kenë kaluar një gjë me mua. Okej, Marko. Disa nga banorët janë ankuar për gërhimën tënde. Pash Allah. Na kanë bërë kastile. Si motorsek. Ajo, si e gjendur këto ditë? Shumë mirë, Ledion. Kisha mikpritjen e gjithëve. Edhe dita e parë ishte pak normala emocioni kështu, po pastaj univa shumë rehat. Okej, Luiz? Jam kënaq. Je kënaqur, ë? Ke pasur momente nostalgjie, pakës? Jam kënaq, po të them. Ha, më vërtet, ha? Po, për zonën. Më ardhe dhe vitin tjetër. Po vitin tjetër, me një ndryshim, duhet vish nga fillimi. Po vile pa fillu në të mu? Si ta kesh? Okej, Miri Brikena, Artan Luizi janë në televotim, kam përshtypjen i kanë ndjerë ethet e këtij televotimi, Brikena? Base është perceptimi imi, po... Atëherë, me tregu drejtën, unë e shoh si një televotim shumë të fortë, kështu që normal që ki pak emocione, por që do i kalojmë. Miri, ti? Po, si gjysma ime në lojë tani Brikena. I kam ndjerë shumë emocione, sepse ishte direkt shumë i fortë. Me Luizin direkt, drejt për drejt, normal. Tani, si e gjendur ti në këtë përballje? Të shoh të ulur larg Luizit si në dyshe, po që kam përshtypjen më mirë për të parë në sy. Nga që Luizi është, normal që më pa në sy, po edhe është banor i ri. Më shumë me kam mësuar Luizi me thonë që këtu janë tuto më vlla. Ç'kene vlla? Pra, më shumë e ke mësuar ti Luizi se sa Luizi ty. Po normal që ai është banor i ri këtu, ai s'di se ç'a bëhet këtu. E qartë. I kam tregu ku janë vendet, me ku është. Po, jo, në fakt po ju shikoja edhe në atë të famshme ndarkë të nominuarve që ti po thoje që sigurisht që mund të ndodhë që nëse ngeli mund dhe Luizi në fund dalë unë fitues, sepse fundja qa ka bërë Luizi këto ditë, apo jo? Dy ditë qa ka bëhe si gjë, më shumë kam mësuar, unë se sa kam mësuaj. Kështu që qa ka bëhe, unë kam nejtë 30 ditu. E qartë, jo, pa tjetër, është një këndvështrim që qëndron. Në këto momente, unë do të mbyll zyrtarisht televotimin. Ka patur prej jush që janë vënë në pikpyetje të forta në lidhje me ardhjen e Luizit aty, në lidhje me faktin a do të qëndroj Luizi deri në fund apo jo, si është puna e këtij televotimit e tjera me radhë. Duhet t'ju them që është çdo gjë e vërtet. Edhe po vonohem tani sepse janë duke bërë gati zarfin, presim zarfin në studio. Faleminderit. Po, Ledian. Po, Luiz. Na le një 20 minuta i këtë muzikës. Sa dush t'je, lej?
Atëherë, publiku ka vendosur që nga ky televotim mes dyshes Artan Luiz dhe Miri Brikena, dy më pak të votuarit që do të shkojnë në një televotim kok më kok me njëri tjetrin, janë Miri dhe Brikena. Miri dhe Brikena më vjen keq, urime Artan, urime Luiz. Artani dëmohan pishin. Vazhdoni të qëndroni në shtëpi. Artani do t'hitet në... Artan. Hiq mikrofonin të lutem. Hiq mikrofonin. Urime tani gjithore si kjo festot gjithmon. A i ke, besoj të ke, bravo, urime. Ndërko, që tani merr një peshqir dhe thahet, faleminderit banorëve që janë shumë të kujdesshëm, Ina edhe... E qa ti bëjnë tamam? Amërgim bë, ha? Atere, Miri dhe Brikena, në këto momente, për ju, do të hap një televotim kok më kok, i cili do të zgjas vetëm pak minuta, dhe njëri prej jush do të lërë që sonte shtëpinë e Big Brother. Hap zyrtarisht televotimin. Pyetja për publikun është kë doni të largoni. Votohet nga 2 numrat e poshënuar në Shqipëri dhe në Kosovë, votohet gjithashtu online në të gjithë botën në topvischannel.tv. Kështu që votoni, sepse do të keni vërtet shumë pak kohë për të vendosur se kush mes Mirit apo Brikenës do të qëndroj në shtëpi. Si ju erdhi kjo, Brikenës?